الحمد لله العلي العظيم القادر هو الأول والآخر والباطن والظاهر عالم الغيب والشهادة المطلع على السرائر والضمائر خلق فقدر ودبر فيسر فكل عبد إلى ما قدره عليه وقضاه صائر أحمده سبحانه على خفي لطفه وجزيل بره المتظاهر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا مظاهر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات والبصائر اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله سائر وسلم تسليما كثيرا. Falënderimi takon Allahut, të lartit, madhështorit, të plot fuqishmit. Ai është i pari dhe i fundit, më i afërti dhe më i larti, i gjithdituri rreth të fshehtës dhe të dukshmes. Ai është i gjithdituri në detaje për të fshehtat dhe për çdo gjë që fshihet brenda zemrave dhe shpirtrave. Ai krijoi dhe përcaktoi gjithçka. Ai drejton çdo çështje dhe e lehtëson që të realizohet dhe përmbushet. Prandaj çdo rob do të përfundojë tek ajo që Allahu subhanahu wa taala ka përcaktuar dhe vendosur që të ndodhë me të. E falenderoj Allahun azza wa jall për mirësitë e tij të shumta, qofshin ato të dukshme apo të fshehta. Padyshim që Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i adhuruar me të drejtë dhe nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahu subhanahu wa taala që nuk ka ortak, nuk ka nevojë për fëmijë dhe as për mbështetës dhe ndërmjetësues. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i Allahut azza wa jall, i pajisur me shenja, mrekulli të qarta dhe prova të dukshme, se ai është profeti i Allahut, i dërguar ndër njerëz me udhëzim të qartë dhe me fe të drejtë. O njerëz, friksojuni Allahut të lartësuar dhe punoni për ditën kur të fshehtat do të zbulohen, kur ajo që fshihet në gjokse dhe zemra do të dalë në pah, do të dalë në shesh, kur të merret do t'i rrethojnë keqbërësit, të pabindurit, pabesimtarët, dhe kur do të numërohen gjunafet, të gjitha ato, si të voglat dhe të mëdhat. Atë ditë do të vendosen peshoret e veprave vëllezërit e mi, dhe do të hapen regjistrat. Çdo rob do të përfundojë tek ajo që ka përgatitur për veten e tij. Dikush do ta marrë librin e tij nga e djathta. Luma ata ishin të bindurit në dynja, e adhuruan Allahun subhanahu wa taala si një të vetëm. Patën durim të vazhdojnë rrugën, nuk u rrëzuan dhe nuk mbetën në mes të rrugës me gjithë sprovat dhe vështirësitë e saj. Dhe këta janë ata që marrin librin nga e djathta. Dhe do të ketë të tjerë që do ta marrin librin nga e majta. Mirë për ta, lut Allahun mos na bëj prej tyre. Sa i mirë do të jetë zullumqari dhe gjunahtari atë ditë. Dhe sa i lumtur do të jetë ai që u përgjigj Allahut subhanahu wa taala dhe dëgjoi thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ndoqi rrugën e tij, ndoqi traditën e tij. I lumi ai. Elu sallallahu subhanahu wa taala na bëj prej tyre. Prandaj friksojuni Allahut. Devotshmëria ndaj tij është për bekimeve dhe thesareve më të vyera dhe të dobishme. Mos u bëni si ata që mirësinë Allahu subhanahu wa taala e këmbyen me mohim, mosmirnjohje. Dhe nuk menduan për atë që i pret përpara, për atë udhëtim të vështirë, drejt të cilit të gjithë kanë për të larguar dhe ikur nga kjo dynja. Udhëtim që do të vazhdojnë të vetëm. Dhe me vete do të kenë vetëm ato vepra të mira që bën në jetën e kësaj dynjaje. Dhe librin e veprave që paraqiten për Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu azza wa jall: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
asnjë njeriu nuk kemi për t'ia ndarë nga qafa e tij librin e veprave të veta. Dhe ditën e gjykimit ne do t'ja paraqitim atë si një libër të hapur. Thot Allahu Azza wa Jall në surën Isra. Allahu subhanahu wa taala na tregon o vëllezërit e mi në këtë ajet se veprat e çdo njeriu janë të lidhura ngushtë me të dhe nuk i shqiten. Nuk ka mundësi që njeriu të fshihet nga veprat e tij. Dhe nuk ka mundësi që t'i refuzoj dhe të mos i pranoj se i ka vepruar ato. S'ka mundësi. Sepse ka ngjitur Zotin i qafë secilit. Çdo njeriu i janë lidhur veprat e tij në qafën e vet. Fjala ta'irahu, që përmend Allahu në këtë ajet, ta'irahu, fluturakja të themi, është shpjeguar nga Ibn Abbasi, Mujahidi dhe të tjerë. Se çfarë domethënë kuptimi ka elzemnahu ta'irahu fi unuqi. Ja kemi lidhur fluturakën e tij. Pra fluturakën atë që i ri gjithmonë në qafën e tij thot. Çfarë janë ta'iruhu, thot Ibn Abbasi, Mujahidi dhe të tjerë, janë të gjitha veprat e robit që dalin në këtë dynja prej tij. Çdo vepër që del prej robit është sikur të dalë të fluturojë thot, të dalë prej tij thot, dhe ngrihen lart tek Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa melekët i mbajnë shënim ato. Ky është ta'iruhu, fluturakja e çdo njeriu. Pra ato vepra që kanë dalë, kanë fluturuar prej tij, kanë shpëtuar nga njeriu, ka dalë prej tij. Në jetën e kësaj dynjaje nuk shpëton asgjë nga ato pa u shënuar tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë do ta ketë njeriu të ngjitur, ashtu si qafa nuk shkëputet nga trupi, gjithmonë është me trupin, ashtu do ta ketë dhe veprat e tij ditën e gjykimit. Pra melekët i mbajnë shënim, të mirat dhe të këqijat. Të gjitha do t'i shfaqin robit dhe për to do të marrë shpërblimin ose ndëshkimin e merituar nga Zoti subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në ajete të tjera çfarë thot? "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Kush ka bërë ndonjë të mirë sa pesha një grimce, ka për ta parë atë. Yara, do ta shoh, subhanallahu. Çdo vepër. Edhe veprat që janë sa një grimc, mendo pastaj për veprat e tjera të mëdha, të mira apo të këqija. Dhe vazhdon ajeti, "Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." Edhe ai që bën ndonjë vepër të keqe, që peshon sa një grimc, ka për ta parë atë. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin." Pa dyshim mbi ju që ndrojnë roje. Ata janë shkrues të ndershëm, kiramen katibin, janë shkrues të ndershëm, nuk shtojnë apo të paksojnë gjë nga veprat e robit. Shkruajnë vetëm atë që shfaqet dhe nxjerr robin e tij kësaj dynjaje. Ya'lamuna ma taf'alun, dhe ata thot Allahu subhanahu wa taala e din mirë se çfarë veproni ju. Nuk i shpëton ndonjë gjë melekut. Dhe thot Allahu në ajetin tjetër, "Idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id." Dy melek që ndrojnë pranë në të djathtë dhe në të majtë. Pra një melek në të djathtë që shkruan veprat e mira dhe një në të majtë që shkruan veprat e këqija. "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Nuk lëshon ndonjë fjalë njeriu, vetë se thot pa pasur pranë pra regjistruesin e gatshëm, që e shënon atë fjalë. E mira apo e keqe? Dhe në jetën e di Allahu subhanahu wa taala. Kjo do të thotë o vëllezërit e mi, se gjitha veprat tona, o vëllezërit e mi, gjitha veprat tona, fjalët tona, ato që shfaqen prej nesh, ruhen dhe shënohen me hollësi. Ato shkruhen natën, ditën, mëngjesën, mbrëmje, në çdo kohë. Në ditën e Kiametit, të gjitha do të mblidhen në një libër, i cili do t'i jepet nga e djathta, nëse është për fat lumëve, dhe lumë ai që do lexojë në librin e tij, që ta marrë librin nga e djathta. Se Allahu subhanahu wa taala ja mbulon të këqijat dhe nxjerr të mirat, dhe ai do të lexojë dhe thot, "Ha umqra'u kitabiya", ja lexoni librin tim, janë veprat e mia, do ta nxjerr. Nëse do ishin dhe ato të këqija të shkruara brenda, nuk do ta nxirrte. Ky është libri im, por ja fshin Allahu subhanahu wa taala. Dhe ai që merr nga e majta, Zot na ruaj, atëherë mirë ai që do lexoj këtë libër. Siç thot Allahu, "Ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Domethënë, ç'është me këtë libër që nuk lë as të madhe dhe as të vogël pa e përmendur. Çdo gjë e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. Pra ky është një fakt që na i tregon Zoti në Kur'an. O vëllezërit e mi, krijuesi ynë. Pra njeriu të ketë kujdes. Vion Allahu subhanahu wa taala në ajet dhe thot, "Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Lexoje librin tënd, i thuhet ditën e gjykimit. Sot mjafton të jesh vetë llogaritës i vetvetes. Atë ditë njeriu do ta di se nuk i është bërë asnjë padrejtësi.
Dhe se në librin e tij është shkruar vetëm ajo që ai e ka bërë vetë në jetën e kësaj dynjaje. Të gjithë janë dëshmitar të vetes. Ai do të kujtojë veprat e dynjas dhe asgjë nuk do të humbas pa u përfshirë nga llogaria. Nuk lihet gjë e harruar, të gjithë do dalin në pa. Allahu musta'an. Çdo kush do ta lexojë librin e vet. Përmendja e qafës në ajet tregon lidhjen e pandashme të njeriu me veprat e tij. Ashtu si qafa nuk ndahet prej trupit, ashtu dhe veprat e tua do të jenë gjithmonë pas teje. Prandaj hap sy se çfarë vepron jetën e kësaj dynjaje, çfarë flet dhe çfarë sjell për t'u lexuar ditën e gjykimit. Hasan al-Basriu, Allahu mëshiroft, duke komentuar shkrimin e veprave, ka thënë, pra me kuptim të fjalës së tij, o biri i Ademit, para teje është libri yt dhe për ty janë ngarkuar dy melek të nderuar, njërin të djathtë dhe tjetrin të majt. Ai i djathtë i shënon të mirat, ndërsa i majti të këqijat. Vepro sa ti je gjallë, sepse kur të vi vdekja, libri yt mbyllet. Derisa në ditën e Kiametit do të dalë i hapur dhe do të thuhet, lexo. Iqra kitabek, lexoje librin tënd. Sot mjafton që ti vetë jesh dëshmitar për veten tënde. Pastaj tha, pasha Allahun është treguar i drejt ai që të bëri ty llogaritës të vetvetes. Allahu subhanahu wa taala. Është i drejtë që të bëri ty të llogaritësh vetveten. Allahu është më i drejti. Allahu musta'an. Elus Allahun të na mëshiroj. O robërt e Allahut. Kjo është arsyeja që besimtari duhet llogarisë veten e tij para se të llogaritet. Të shoh namazin e tij, adhurimet e tjera, gjithçka, po namazin kryet të gjithave. Gjuhën, shikimin, dëgjimin, pasurinë, amanetet, marrëdhëniet që ka me njerëzit, detyrimet që ka dhe përgjegjësitë në jetën e kësaj dynjaje që e ka ngarkuar Zoti subhanahu wa taala. Muslimani është i qartë në gjithçka, të cilën flet, vepron ose edhe nuk e flet dhe nuk e vepron. Është i qartë muslimani dhe muslimania. Ai që vërtet e beson takimin me Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo ka për të ndodhur se s'bën. Se thot Allahu në Kur'an. Dhe Kur'ani është fjala e Allahut azza wa jall. Sot mund të pendohemi dhe mund ta korrigjojmë vetveten. Një gabim që ke bërë të kërkosh falje dhe Allahu i fal të gjitha subhanahu wa taala. Një veprim që ke bërë dhe ke gabuar ta çosh në vend atë që ke trazuar dhe ke prishur. Pra alhamdulillah sot është mundësia që të rregullohet. Ndërsa momentin e vdekjes dhe më tutje vetëm do të lexohet libri. Nuk ka asnjë mundësi ndryshimi në të. Man ihtada fa inma yahtadi li nafsi. Kush ndjek udhëzimin në rrugën e drejtë e bën për të mirën e vetes së tij. Wa man dalla fa inma yadhillu alayha. Dhe kush devion vetëm në dëm të vet. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Askush nuk do të mbartë barrën e tjetrit. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Përfundon ajeti në vijim, ne nuk kemi dërguar askënd derisa ti dërgojmë paralajmërues, profet që të tërheqin vërejtjen, të tregojnë rrugën dhe njeriu të ecë me vetdi atje ku ecën. Kush përqendrohet në udhëzimin e vërtet dhe pason diturinë që ka sjell profeti i Allahut subhanahu wa taala, shpalljen e Zotit pra Kur'anin dhe hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe traditën e pastër të tij, ai e bën për të mirën e vet. Ndërsa kush largohet nga vërteta dhe rruga e drejtë, dëmton vetveten sepse pasoja e devijimit do të bjerë vetëm mbi njeriu vet, për veten e tij. Askush nuk ndeshkohet për gjunafen e një tjetri. Kjo nuk bie ndesh me ajetet ku tregohet se ata që janë bërë shkak për humbjen dhe devijimin e të tjerëve, do të mbajnë mbi qafat e tyre dhe peshën e gjunafeve dhe devijimit atyre që i larguan nga e drejta. Nuk bie ndesh me këtë as pak. Sepse fakti që ata do të mbajnë peshën e atyre që i devijuan nga rruga e drejtë, nuk do të thotë që atyre do t'u hiqet kjo peshë dhe ata nuk kanë përgjegjësi, edhe ata kanë peshë do ta mbajnë. Nuk u paksohet as pak nga gjunafet që kanë bërë vetë, por ata që janë bërë shkak do të rëndojnë mbi ta edhe pesha e gjunafqarëve. Prandaj mirë për ata që bëhen pjesë e gjunafeve, pjesë e devijimit, bidateve, shirkut apo gjithçka e tjetër që çon në dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe lum ata që bëhen shkak për të mirë dhe marrin pjesë në projekte të mira të hajrit që t'i kenë furnizim ditën e gjykimit. Le të shikoj njeriu dhe të ketë kujdes, se vallahi një portë sherri që mund ta kesh hapur dhe nuk përpiqesh ta mbyllësh dhe të pendohesh tek Allahu subhanahu wa taala, mund vazhdoj deri në ditën e gjykimit. Dhe të vijë prej saj ndëshkimi i Allahut deri në ditën e gjykimit. Dhe të rëndohet peshoja e veprave të këqija. Fjala e Allahut azza wa jall kur thot në këtë ajet që cituam,
Ne nuk kemi dënuar askënd para se të dërgojmë një të dërguar paralajmërues, tregon drejtsinë e plotë Allahu subhanahu wa taala. Allahu nuk ndeshkon pa ngritur argumentin dhe pa bërë të qartë njerëzve rrugën. Dhe pa dyshim që alhamdulillah Allahu subhanahu wa taala dërgoi profetin e tij, dërgoi Kur'anin. Dhe sot çdo kush e ka mundësinë ta lexojë dhe ta mësojë të vërtetën. Nëse e refuzon, e shpërfill dhe nuk e pranon, para Allahu subhanahu wa taala do ketë përgjegjësi. Mirë ata që e shpërfillin shpalljen e Zotit. Thot Allahu subhanahu wa taala duke na treguar gjendjen e banorëve të zjarrit kur hynë në zjarr. Thot Allahu xhaleshanu takadu tamayyazu min al-ghayz, tregon për xhehenemin. Nga zemërimi që ka për mohuesit, ai gati sa nuk shpërthen dhe coptohet xhehenemi. Nga zemërimi i madh që ka. Kullama ulqiya fiha fawjun, sa herë që hidhet në të thot në një grup, e pyet roja i xhehenemit. Alam yatikum nadhir? A nuk ju erdhi ju paralajmërues të njoftoj që do të ktheheni tek Allahu, do marrni përgjegjësi, si u përgjigjet profetëve të Allahut dhe shpalljeve të Allahut. Nuk ju erdhi kush që t'ju paralajmëronte? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Po, do të përgjigjen. Na erdhi paralajmërues. Walakin kadhabna, porse i përgjinjëstruam, i quhet të mashtrues. Edhe quhet të mashtrim shpalljen e Allahut. Mashtrim, ringjallja dhe llogaria ditën e gjykimit, gjitha janë mashtrime, janë kotësira, janë tregime të popujve të shkuar. Ish përfillëm. Çfarë ndodhi? Dhe u tham atyre, nuk jeni gjë tjetër veçse çfarë? Veçse njerëz në humbje të madhe. Njerëz që kanë humbur, njerëz që nuk din të jetojnë jetën. Thjesht mendojnë vetëm për ahiretin e tyre. Ata do të thonë, sikur të kishim dëgjuar dhe pasur mend, nuk do të ishin ndër banorët e zjarrit tashmë. Pra ai që e shpërfill shpalljen e vëllezërit e mi është në rrezik të madh. I lumë ai që lexon fjalën e Allahut subhanahu wa taala, fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kujdeset për veprat e tij dhe adhurimin e Zotit xhaleshanu. Jeton një jetë të ndershme në këtë dynja, dhe padyshim që Allahu e ka shpërndar rizikun mes nesh. Dhe ai është kujdestari i të gjithëve, sepse është Rabbul Alamin, mos ki merak. Kujdestari është Allahu dhe rizikun e shpërndan ai. Ki merak vetëm adhurimet që kërkon Zoti prej teje, dhe përgjegjësinë dhe qëllimin që ke në jetë. Që është adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Kujdesu për këtë dhe vallahi jeta jote do të jetë e bukur në dynja dhe në ahiret. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profeti i dërguar i fundit të vëllezërit e mi. Pas tij nuk ka më profet dhe shpallje të re. Mirë po, kuptimi i fesë që ai solli do të vazhdojë në këtë dynja deri në ditën e Kiametit. Deri në ditën e fundit do të vazhdojë udhëzimi i Zotit në këtë dynja. Luma ai që përgjigjet dhe mirë ai që e shpërfill. Thot Allahu subhanahu wa taala në vijim: "Wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha فحق عليها القول فدمرناها تدميرا." Kur duam të shkatrojmë ndonjë vend banim, ndonjë popull, dhe dëgjoni me mendje këtë jetë, Allahu musta'an. Elus Allahun të shpëtojë besimtarët kudo që janë. Elus Allahun të na mëshirojë me mëshirën e tij, me ata që po ndodhin në vendin tonë. Thot Allahu subhanahu wa taala, kur duam të shkatrojmë një vend, i urdhërojmë parinë atij vendi që t'i binden Allahut. Por ata i kalojnë të gjitha kufit në të. Bëjnë ligësi në të, thot. Atëherë, dënimi kundër këtij vendi bëhet i merituar. Dhe ne e shkatërrojmë atë tërësisht. E shkatërrojmë tërësisht atë vend, thot Allahu subhanahu wa taala. Leximi i njohur në këtë jetë është emarna. Pra i urdhërojmë mutrafiha. Kush janë mutrafiha? Ata që janë më të pasurit, paria, ata që teprojnë në luks edhe në argëtime. Ata që tashmë mendojnë se i kanë të gjitha në dorë dhe i posedojnë gjithçka, çdo fre e kanë në dorën e tyre. Këta janë mutrafuha. Mutrafia i urdhëron Allahu subhanahu wa taala. Mutrafit e çdo vendi që t'i binden Allahu subhanahu wa taala. Para ata nuk nënshtrohen t'i binden Zotit. Nuk e dëgjojnë thirrjen e Zotit. Që vjen nga njerëzit e thjeshtë, ka xhallarët, qoftë edhe nga njerëzit e thjeshtë, qoftë edhe nga njerëzit që ngrihen ndoshta të protestojnë për padrejtësitë. U vinë këto mesazhe këtyre njerëzve. Ju vinë këto mesazhe dhe as nuk pyesin fare, thot. Madje fafasaqu fiha. Fasaqu do thot kalojnë çdo lloj kufiri. Shkelin çdo lloj rregulli që ka vendosur Zoti subhanahu wa taala. Pra dalin nga bindja, kur njerëzit, pra veçanërisht ata që kanë pasuri, thot, ndikim dhe mundësi në një vend, e kthejnë mirësinë që u ka dhënë Allahu në mjet mosbindjeje dhe përhapje shkatrimi dhe abuzimi, atëherë bëhet shkak për zbritjen e ndëshkimit.
në atë vend. Prandaj, o vëllezërit e mi, mos u mashtroni nga pasuria, pozita apo afati që Allahu subhanahu wa taala i jep njeriut. Afatazimi i Zotit, mos ju mashtroj, o të mirë, që keni pushtet ndoshta dhe pasuri. Mos ju mashtroj afatizimi i Zotit subhanahu wa taala. Mirësia kërkon falënderim. Pasuria kërkon të jesh i përgjegjshëm dhe çdo mundësi që të është dhënë do të jetë pjesë e llogarisë për Allahun subhanahu wa taala. Shpëtimi është në iman të pastër, në kthim të drejtësia dhe dhënia hakut, sidomos atyre që kanë në vete. Prandaj, në këtë jetë Allahu subhanahu wa taala jep qartë mënyrën se si të shpëtojë njeriu. Elus Allahu subhanahu wa taala të mos na ndëshkojë për atë që bëjnë zullumqtarët nga mes ynë. Elus Allahu subhanahu wa taala mos na ndëshkojë për atë që jemi të pafuqishëm që ta ndryshojmë. Kemi në dorë vetëm veten tonë dhe këtë se kemi në dorë sepse ajo është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Elus Allahu na udhëzojë ne familjet tona, të dashurit tan. Elus Allahu na sjell në rrugë të drejtë si popull. Dhe të rregullojmë vetveten, që Allahu subhanahu wa taala të zbresë mëshirën e tij dhe rregullimin. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O robërt e Allahut, fiksoni Allahut dhe dijeni se dynjaja është vend pune, ndërsa ahireti është vend llogarie dhe shpërblimi ose ndëshkimi, Zoti na ruaj. Sot libri është hendej i hapur dhe mund të shkruhen atë pendimi i sinqert, namazi, sadakaja, mirësia ndaj prindërve, lidhjet farefisnore, drejtësia, dhikri dhe çdo vepër e mirë që e bën robi të afrohet tek Zoti. Kur të vijë vdekja, regjistri mbyllet dhe mbetet vetëm ajo që kemi dërguar përpara. Le ta pyes njeriu veten, o vëllezërit e mi, sot është dita ta pyesim ta marrim llogari vetveten. Çfarë përshkruan në librin tënd? Çdo darkë thot Ibnul Qayyim Allah mëshiroft, para se të flesh gjumë, të mbyllësh syt që ndoshta nuk do t'i hapësh më, mendoje. Çfarë shkruajtë sot në librin tënd? A ke ndonjë të drejtë të njerëzve mbi veten tënde që rëndon akoma mbi ty? Ndonjë të drejtë të krijesave që ende se ke përmbushur? A ke ndonjë gjunaf të vazhdueshëm që s'po i ndahesh dhe që duhet të heqësh dorë prej tij? A ke ndonjë detyrim që duhet ta plotësosh, qoftë ndaj Allahut subhanahu wa taala, ndaj krijesave, ndaj vetvetes, familjes, fëmijës dhe gjithçka që ti i ke dhe të rëndoj në shpinë? A duhet kërkoj falje dikujt që i ke hyrë në hak dhe të kthej një emanet të papërmbushur dhe ta përmbush atë? Wallahi vëllezërit e mi, mençuri mendohet mirë. Sepse ditët kalojnë dhe ndoshta njeriu në këtë dynja mund t'i harojë pa drejtësitë. I haron, por nuk harohen nga libri i Allahut subhanahu wa taala. Ditën e gjykimit, elus Allah na fal ato që i dim dhe ato që si dim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا على طاعتك. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وذرياتنا واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل كتبنا في أيماننا ويسر حسابنا وثقل موازيننا بالحسنات وأجرنا من خزي يوم القيامة ويوم عذاب النار. والله نفعل جنافتنا ذات بريمتنا. Na forcoj në bindjen ndaj teje. Përmirësoj zemrat tona, veprat dhe familjet tona, përmirësoj pasardhësit tan. Bëj veprat tona më të mira, ato me të cilat ne do ta mbyllim jetën tonë. Dhe ditën më të mirë, o Zot, bëj ditën kur të largohemi nga kjo dynja, ditën e takimit me ty. Na jep librat nga e djathta, na lehtëso llogarin, rëndoj peshojën e veprave tona të mira dhe na ruaj nga poshtërimi i ditës së Kiametit dhe nga dënimi i zjarrit. إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.